Përshëndetje ndjekës Service Story, është shumë vonë, por ne do vazhdojmë do bëjmë një tjetër live, sepse duam ta regjistrojmë dhe ta postojmë tek faqja e Revista Story në lidhje me sondazhin të nominuarit dhe fituesit e sondazhit që bën Revista Story çdo vit. Sot tani raundi i dytë i komenteve do jetë me një tjetër gazetar, mik i imi prej vitesh, është dhe aktivist i njohur të drejtave të njeriu dhe quhet Kristi Pinderi. Po e ftoj të komentojmë personazhet e vitit. Let shohim se Kristi në fakt jeton në Kanada. Kristi, përshëndetje. Sa është ora aty? Më dëgjon? Po, të dëgjoj, këtu është ora 4:39 e pasdites. E pra, dhe tu përshtat aty me orar, sepse këtu është shumë vonë, gjithsesi ne na duhet ky live që ta ruajmë dhe ta postojmë aty te revista, tek Instagrami ynë. Po si më prezantove miku im, sa vjet kemi që njihemi? Po vite nuk di ti numëroj. Po më duket 20 është e sigurt. Po ndoshta 22 vjet. Që nga koha e ATSH-s, kur punonim bashkë në ATSH, me Frok Çupin edhe me Flora Nikollën. Po, aty ku kemi mësuar gazetarin. Kristi, po si kalon? Çfarë bën aty në Kanada? Sa vite ke që nuk vjen në Shqipëri? Në maj të këtij viti bëj 6 vjet. Jam në muajin maj, gjithashtu mbaroj shkollën. Unë kam filluar shkollën nga e para plot. Edhe njëkohësisht bëj edhe punën. Punoj në një organizatë që ndihmon komunitetin LGBT, sidomos të ardhurit të Rishtës. Edhe ndërkohë vazhdoj studimet për punë sociale, edhe javën tjetër në fakt fillojmë atë praktikumin që quajmë ne në të Ministrinë e Fëmijëve dhe të Familjeve. Kështu që gjasat janë që për punë 3-4 muajsh, unë do të filloj këtë kapitullin tjetër të jetës time si punonjës social në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Do të thënë, ke hequr dorë nga gazetaria me pak fjalë. Jo detyrimisht. Ti di që gazetaria nuk është thjesht një profesion, është një stil jete. Në momentin që je gazetar, do të jesh gazetar gjithë jetën. Ai kurioziteti për gjërat, kurioziteti për njerëzit. Aty fillon kurioziteti, fillon gjithçka. Po, edhe tek nevoja për të treguar histori. Edhe tregimi i historive mund të bëhet me tekst, mund të bëhet me video, mund të bëhet në shumë mënyra. Në çdo vend ku jemi, mendoj që ne tregojmë histori dhe kemi nevojë të dëgjojmë histori edhe të japim e marrim përmes storytelling, përmes historive. Gjithsesi ti je shumë aktiv edhe për sa i përket qëndrimeve të tua në lidhje me çështje apo situata të caktuara që ndodhin këtu në Shqipëri. Kemi parë je shumë prezent. Edhe duhet ta themi që ke dhe një talent në të shkruar. Je një si quhet, një shkrimtar gazetar që ke atë stilin e një shkrimtari, pak a shumë. Ke dëgjuar? Faleminderit, se kjo e thot një poete e botuar. Me sa libra ke botuar? 3 më duket? Po, ndikur. Kristi, ke dëgjuar për këto personazhet shqiptar që janë më të ndjekurit ose më të pëlqyerit, si je ti, sa i ndjek ti, sa interesuar je për personazhet e famshëm shqiptar? Edhe sepse jeton në Kanada. Shiko, unë jam interesuar për pothuajse çdo gjë që vjen nga Shqipëria. Me kalimin e kohës interesi gjithnjëherë shumë zvoglohet. Po
është i gjallë akoma, edhe habitem se si njerëzit thonë, po ti jeton në Kanada, ç'të duhet me Shqipërinë. Unë kam jetuar 35 vjet në Shqipëri, kështu që është një kohë shumë e gjatë edhe nuk, do të thënë më ndjek Shqipëria, kudo që të jem. E nuk dia është gjë e keqe apo e mirë, po tani kam filluar të kuptoj që gjërat i shikoj edhe me këtë ftohtësinë të qenit larg. Ndonjëherë kur ka budallallëqe pafund që nuk më lën të mos reagoj, më duhet të bëhem emocionale dhe të reagoj. Do të thënë nxjerrin tek unë Shqipëria, do të thoya nxjerr tek unë edhe më të mirën, edhe më të keqet tim. Këto personazhet besoj se i njoh, sigurisht kam dhe unë filtrat e mi, ka plot personazhe që jo detyrimisht i njoh, po edhe ata që nuk i njoh, ndonjëherë informohem edhe nga partneri që ka një jo fiksim, po ka një tendencë për të njohur personazhe që unë jo detyrimisht i njoh. Do më thënë, ai të informon për këto personazhet se ne bashkë do komentojmë pjesën që na ka mbetur nga sondazhi. Se pjesën e parë e komentuam me Flavio Qarin dhe jemi tek sportistët. Mbeti pa komentuar pjesa e kategorisë së sportistëve. Është një listë e gjatë. Të kërkoj ndjes sepse e kam nisur vitin pak e ftohtë, do kemi her pas here kështu kollitje. Atëherë e lam të sportistët, po unë them që sportistët i lëm për në fund në komentin tonë. Dua ta nisim me komente për mashkullin VIP më të rreqës dhe femrën VIP më të rreqës, sepse të gjitha revistat botërore, pothuajse këto revistat që kanë këtë lifestyle-in ose personazhet e famshëm si Focus, publikojnë, bëjnë një sondazh çdo fundvit dhe publikojnë mashkullin ose femrën më seksi. Edhe ne kemi bërë këtë mes kategorive. Atëherë, mes të nominuarve në këtë kategori janë Flori Mumajesi, do mi komentosh të gjithë sepse e di syrin tënd kritik të holl, Kais, dhe dua komentet e tua. Flori Mumajesi, Noizi, Donald Deshaj, Nik Xhelilaj, Blerim Destani, Capital T, Robert Berisha, Lori Kcana, Arjan Çani, Robert Aliaj, Ermal Meta, Ben Blushi, Alaudin Hamiti, Ilir Shaqiri, Piro Çako, Redon Makar dhe Herion Mustafaraj. Cili nga këta mendon pa të thënë unë, mendon se e ka fituar këtë sondazh? E di çfarë më bën përshtypje nga ato emrat kur i rendite, më bën sidomos përshtypje ata emra që janë në qarkullim, si të thuash, apo që janë rreth publikut prej shumë kohësh. Dhe jo fakti që janë në qarkullim për shumë kohësh, po sidomos aftësia për ta rishpikur veten e tyre në situata të ndryshme, në momente të ndryshme, ose për disa për tyre aftësia për të qenë stoik në atë profilin që kanë krijuar edhe për të vazhduar të njëjtin kontribut. Për shembull, Flori Mumajesi mund të kemi opinione të ndryshme, mund të na pëlqejnë ose jo muzika edhe arti i vet, por është e pa diskutueshme që është një prej kontributorëve më të mëdhenj në muzikën shqiptare. Është për mirë apo për keq. Artist 100%, e quan artist të vërtet apo jo? Në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Jo, ajo që dua të them është që ka një peshë të rëndësishme në muzikë, jo se është detyrimisht autori më i mirë i muzikës apo artisti më i mirë në fushën e vet, por ka një muzikë, ka një kontribut konsistent. Ka vite të tëra, breza të tërë njerëzish që janë mësuar me muzikën e tij. Ke personazhe aty që kanë rishpik veten në mënyra ndonjëherë dramatike, pothuajse. Për shembull Ben Blushi. Është e rrallë në jetën shqiptare të shikosh
një njeri të rënë nga vakti politikës, po të rënë në një mënyrë kështu live dhe gati dramatike dhe tragjike pothuajse, e megjithatë të vazhdoj të ngrihet në këmbë dhe ta rishpik veten dhe të rivi në forma të ndryshme. Po, Është e jashtëzakonshme. Po cilat forma është bërë dhe fotograf, përveç Është bërë fotograf. dhe I është rikthyer gazetarisë dhe komunikimit, televizionit. Normalisht është shkrimtar dhe nuk ashtu ka për të qenë gjatë gjithë kohës, po domethënë e rishpik veten, e reinvent himself, e gjen mënyrën për të gjetur një arsye të re, si të thuash. Po Noisi, çfarë mendimi ke? Unë nuk e njoh. Domethënë e njoh, nuk e kam dëgjuar kur këndon, e njoh, nuk besoj se ka njerëz shqiptar që nuk e njohin Noisin, por nuk e njoh në atë mënyrë sa të kem një opinion për të. E di që ka plot të rinj që janë të marrosur pas punës që Noisi bën, por unë nuk e njoh. Po Donald Veshaj? Më duket shumë seksi. Të dy vëllezërit më duken shumë seksi. Shumë Veshaj? Janë të dy? Janë të dy shumë seksi. Kur i shikon, se pasaj kur shpenzon pak kohë për të dëgjuar se çfarë thon apo se si sillen, jo detyrimisht qëndrojnë seksi pra në sytë dikujt. Pak në jonë sytë. Kjo ishte pak e thellë, po e lëm. Nik Xhelilaj? Nik Xhelilaj është një personazh shumë interesant. Para 2 ditësh mbarova atë serialin në Netflix për fushatat e Sultan Mehmetit, edhe aty ai luan rolin e një veziri, Mahmud Pashës. Është shumë interesante, dhe ka dhe një ndjesi të mirë kur e di që është në fakt një aktor shqiptar që ti po e shikon në Netflix nga Kanadaja. Ndjek në fakt në Instagram, më duket një personazh shumë interesant. Personazh shumë interesant që normalisht i ka te kaluar me merit kufit e Shqipërisë. E bukur ishte kjo, pëlqeu. Blerim Destani? E njoh shumë pak. Bajmënd një kolege në një gazetë në Shqipëri kur punonin, kishte bërë një intervistë me këtë dhe e qarkullonte atë intervistë Her pas here. e risilte në vëmendje. Do të kesh qenë fiksuar me Blerim Destanin, e sigurt. E mahnitur, domethënë ka qenë i jashtëzakonshëm efekti që Blerimi kish pasur te kjo gazetarja që edhe ti e njeh, por nuk është etike besoj ta përmend dhe nuk dorëzohej, domethënë edhe nëse i thoje që dëgjoj se nuk do e bëj këtë herë, herën e 4 apo 5, vazhdonte që ta propozonte si material. Dhe që nga ajo kohë nuk e di, po e shikoj me një sy paragjikues Blerim Destanin. Kështu që nuk i afrohen. Ti afrohen si personazh. Mos na bëj për të qeshur. Se kemi kollën më afër. Kapitali? Jo, mund të kollitesh ndërkohë, po të duash. Po përpiqem që të mos kollitem. Kapital ti? Është jashtëzakonshëm, njifja shumë pak. Më tërhoqi të gjithë vëmendjen në festivalin e këngës. Më pëlqeu pafund versioni i Pyes Lotit. E përjetova u zhduk nga YouTube. Dhe përjetova me, domethënë ajo drama e falso të Valentin Veizit, edhe sidomos ajo drama e poeteshës Henrietta Sina që pretendon se është autoria autentike e një teksti që bazohet nga fillimi deri në fund te Bibla, te kapitulli i 13 i letrës së parë drejtuar Korintasve në Dhjetën e Re. Pra më duk një dramë shpikur e panevojshme, edhe partneri im për fat e shkarkoi këngën para se të zhdukej, edhe ne dëgjojmë edhe sot sa e kemi mundësi dhe sa e kemi dëshirë. Më duket i jashtëzakonshëm për një
një personazh që rezulton autenticitet, që është kontemporan, që është i këndshëm, që është shumë hot, edhe që besoj se ka akoma shumë për të dhënë. Robert Berisha, më fal. Robert Berisha? Robert Berisha është burri dikujt, nuk e njoh. Ish burri dikujt. Ish burri në ora e strepit. Është mirë që ta e bëjmë kështu. Nuk e njoh. Nuk e njeh. Lori Kcana? Shumë respekt për Lori Kcanën. Kur unë kam punuar për një organizatë në Shqipëri, kemi qenë bashkë në një aktivitet në burgun e Kavajës, që është burgu për të miturit. Dhe ishte aq genuine ajo pjesëmarrja e tij, edhe ishte aq një burr me dinjitet edhe një burr shumë i mirë. Një njerëz shumë i mirë. Po e meriton të jetë tek kategoria motorisë dhe më ndikim? Sigurisht, po për sa kohë është Blerin Destani aty, pse mos jetë dhe Lori Kcana. Arjan Çani. Miku ynë Arjan Çani. Miku ynë që nuk le njeri të Shqipërisë pa e bërë mik për kokë e mik për zemër, për vite të tëra, dhe pasaj me të njëjtin pasion siç i bën njerëzit miq, i bën dhe armiq. Në një mënyrë të pashpjegueshme, out of nowhere, pa asnjë lloj shkaku dhe pa asnjë lloj arsye. Që nuk më flet. Mua personalisht nuk më flet më. Ti ke qenë nga të ftuarit në orën prime i ti. Po, sepse dhe unë besoj që ajo marrëdhënia jon profesionale ka qenë e mirë për të dyja palët. Ka qenë e jashtëzakonshme për komunitetin LGBT, sepse na ka dhënë një vitrinë që ne e kishim pamundur ta përdornim për kauzën tonë. Nga ana tjetër, ne i kemi sjell Çanit, besoj, në mënyrë të pakundërshtueshme audiencë të madhe, sepse ishim pioner në atë që po flisnin në ato kohë. Kështu që më është dukur e pa kuptim ky pasioni i tij për të bërë miq edhe armiq në të njëjtën kohë. Unë megjithatë kam respekt të pandryshueshëm për Çanin, edhe kam pasur respekt edhe atëherë kur njerëzit nuk e kanë kuptuar lirinë e tij të dhimbshme ndonjëherë, një liri që të bën të kesh frikë nga vetja. Që mund të jetë e përdjerë me banalitet, pse jo, po fundja banaliteti është ndoshta një pjesë shumë e vërtetë e qenies së njeriu. Kështu që më vjen keq që nuk flasim dot, doja të flisim, edhe pse dhe nuk e besoj që mund të jetë homofob. Domethënë mund të rri me atë curin, si ka emrin ai, sa të doj, nuk besoj se mund të ndryshoj esenca e një personazhi si Çani në këtë moshë, apo fal ndikimit të curit, apo të pastora të diçka i ke shkruar me çfarë ndodhi? Më dëgjon mirë Kristi? Po, të dëgjoj. Jo, nuk e di çfarë ndodhi. Ka patur një moment që ka dashur, për shembull, miqtë e mi në Shqipëri ka dashur të dikush po ka dashur të përdor në një farë mënyrë të përdor njerëzit e komunitetit LGBT për t'i vendosur në një qoshe, për t'i banalizuar, si thua, për ta reduktuar çështjen e tyre në një çështje banale për hir të audiencës apo për hir se nuk e di çfarë, nuk e kanë kuptuar asnjëherë. Edhe ndoshta për këtë arsye. Do të nuk flisni, ke shkruar mesazh dhe s'ka kthyer. Kjo është. E në fundit më duket më ka bërë blok se as nuk më ka lexuar. Po jam ndoshta të ka bërë blok se s'intereson më se ka mbyllë emisionin. Ç'është çuditë. Është shumë e mundshme. Po pra. Robert Aliaj është i bezdisshëm, është një personazh, ka shumë njerëz e di, nuk dua të fyej njerëz. Se Robertin e duam shumë. E di që e do. Okej, mirë, po gjej një mënyrë, Një mënyrë. Nuk shiko çfarë më bën përshtypje tek. Me qira fjalë ta them një gjë, ka qenë ajo kënga që ka kënduar për dashurinë ai në
në festival ka qenë e preferuara e gjyshes sime. Gjysha ime ndëroi jetë në 2008 në moshën 86 vjeçare. Po gjysha ime ishte një këngëtare e lindur edhe këndonte shumë bukur, ishte nga Oçishti i Devollit, edhe kishte jetuar me gjyshin tim tërë jetën duke kënduar me mandolinë, me kitarë, dhe kishte një shpirt artistik pra. Gjysha ime preferonte pafund atë këngën e Robertit. Edhe sa herë kujtoj Robertin, më vjen parasysh ai si i hapeshin syt ti në gjyshe sa herë jep ajo këngë në televizion. Tani, personalisht në aspektin rureve apo tentativave që bën Roberti për të krijuar portretin e një intelektuali, janë tentativa që janë për të respektuar, por më duket shumë i kufizuar në argumentet që jep, apo në mungesën në fakt të argumenteve. Më duket mizogjen, në shumë raste më duket jo vetëm homofob apo transfob, më duket mizogjen, më duket më duket si një mundësi e humbur, do të thënë një mundësi e humbur, e gjallë, që lëviz e jeton, për të qenë një njeri më i mirë. Se di se ku të ngel hatri ty, po kështu i zgjuar të duket? Jo. Tërheqës? Jo. As tërheqës? Rezilient. Rezilient për të arrisjell veten në një moshë të kaluar, për të arrisjell veten në një mënyrë relativisht të freskë. Të pëlqeu kjo? Atë shjeti. Ermal Meta? Ermal Meta është një shqiptar që besoj bën krenar shumë shqiptar. Partneri im vdes për të. Ndonjëherë kur jam në makinën e tij dhe dëgjojmë Ermalin, i them, nëse dëgjon një këngë të Ermalit, është njësoj sikur ja ke dëgjuar të gjitha, sepse janë njësoj, kanë të njëjtin fizionomi, karakteristik. Kështu që më duket njëri interesant. Është Ermal Meta i tipi i djalit që thyen zemra femrash, vajzash? Si mendon? Është zemërthyes? Po besoj ai duhet të ketë një natyrë të thellë artistike, kështu që domosdoshmërisht do njerëz të kësaj natyre kanë aftësinë për në mos për të thyer zemrat e njerëzve të tjerë, për të krijuar një lidhje emocionale me ta. Dhe mbërritëm te Ben Blushi, i preferuari yt më duket. Po. Është Ben Blushi një burr të rreqës? Se për këtë është burr shumë të rreqës. Është një burr shumë të rreqës edhe pse është një burr i privilegjuar, i rritur në një familje me tërë të mirat, që ka përfituar nga benefitet e të qenit djalit dikujt, nipi dikujt. E megjithatë mua më pëlqen për shumë arsye, për aftësinë e tij, para njerë më pëlqen Ben Blushi si shkrimtar. E dyta më pëlqen Ben Blushi si gazetar. Kurioziteti i Ben Blushit, edhe pse ai po e dëgjoj në një intervistë fundit, edhe nuk i duket kjo gazetaria sikur është pjesë kryesore e tij, më duket se thelbi Ben Blushit është aftësia për të komunikuar, për të treguar histori, për të prodhuar histori, për të prodhuar historinë në mënyra nga më të ndryshme, për të edhe aty ku dikush tjetër nuk mund ta shoh një histori, kam përshtypjen që ai është i aftë që ta gjej këndin. Dhe kjo është, ti e di shumë mirë, është natyra e dytë e gazetarit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pikërisht.
Ka këtë, atëherë gazetari është i duri për të shkruar portrete, reportazhe, këto gjinit që janë shumë afër shkrimtarit, penës së shkrimtarit. Kaq kemi për Pemplushin. Është tërheqës në këndvështrimin. Po, pa diskutim. Pa diskutim. Është tërheqës edhe është në profilin e tij edhe për ato luhatje dramatike në jetën e tij profesionale, është një personazh i pazakontë për Shqipërinë. Edhe ky ishte një konkluzion i bukur, më pëlqeu. Alaudin Hamiti? Herë parë që dëgjoj. Në rregull. Është moderator shumë i njohur në Kosovë, momentalisht. Është ai që bën atë emisionet e ato gjërat e tmerrshme. Momentalisht moderon Big Brother Kosova. Okej. Ilir Shaqiri. Partneri im thotë që është një personazh që mund të manipulojë shumë njerëz. Që do të thotë është i suksesshëm. Në këtë jetë që jetojmë, në këtë realitet. Nuk e di. Në rregull. Piro Çako? Piro Çako kam shumë respekt. Edhe Piro në natyrën e vet është personazh i pazakontë për Shqipërinë. Ndoshta edhe i keq kuptuar, edhe ndoshta edhe më pak i vlerësuar se ç'e meriton. Redon Makashi? Po më thoshin disa mikesha që kur e kishin parë në festival, tani parë në dhjetor, që ishte dukur seksi. Po ku ishte si duket nga që njeriu krijon sa pritshmëri të nxituara për njerëzit në një farë moshe dhe kur këto pritshmërit nuk dalin të tilla, njeriu që u shfaqet befas duket edhe më i bukur se ç'mund të jetë në të vërtetë. Po, është ai ka qenë simbol në kohën e vet dhe është ende. Sigurisht. Dhe nuk e dim ku e ka sekretin. Si mendon ti? Ndoshta tek natyra poetike e tij. Natyra poetike. Po pra, se këtë doja të bëja edhe ndonjë pyetje paksa filozofike, metafizike, meqense është dhe ora kështu. Çfarë të rresh më shumë sot? Muskujt, shpirti apo mendja? Ka një debat të madh për a është përfitimi evolutiv ai që e kornizon, e bën njeriu, apo është një kombinim i biologjisë, kulturës, shoqërisë. Ata që janë për idenë e parë, mendojnë që për shkak se paraardhësit tan u dashur të jetojnë në përshpella ose në ambiente në ecje sipër në kushte të tmerrshme, u duhet të sakrifikonin shumë edhe domosdoshmërisht burri apo mashkulli duhet që të përsoste disa aftësi të tipit të ishte agresiv, të ishte i pushtetshëm, të ishte i fortë, të kishte muskuj. Nga ana tjetër gruaja për shkak të biologjisë së vet qëndronte gjatë gjithë kohës në familje ose ishte shtatzane ose do kujdese për fëmijët. Edhe këta që mbështesin këtë teori mendojnë që kështu ka evoluar natyra njerëzore. Po tani po ta shikosh në 2023-shin e kupton që vetëm me muskuj nuk bën dot përpara, nuk ecën dot përpara. Edhe ndoshta ose natyra ka gjetur mënyra të tjera për të evoluar, ose ideja që çdo arritje të sotme kemi për shkak të muskujve, për shkak të evoluimit të njeriu, ndoshta është e gabuar që në gjenesë.
Kështu që nuk e di. Është enigmë është. Po koha do e vërtetoj. Luiz Eli, çfarë të thot ky djalë? Pasha të skenën banale që kishte bërë në Big Brother, sepse duhet ta themi që është një nga konkurrentët e Big Brother VIP. Edhe është një nga konkurrentët që dominon për momentin. Është lojtari më i fortë. Po pse dominon? Nuk e di. Dominon për lojën që po bën. Është shumë aktiv. Është i kudo gjendur. Është në vëmendjen e kamerave 24/24. Kjo është loja. Shiko, nuk e kam ndjekur tek Big Brother, po aftësia, nevoja e njerëzve për të qenë protagonist është gjithmonë është të sjell gjëra të mira gjithmonë. Siç mund të sjell edhe negative. Megjithatë, unë prapë mendoj që në një moment të karrierës tënde, kur ke parë disa suksese që shumë vetë do i kishin zili, është shumë e rëndësishme që të gjesh një mënyrë për ta portretizuar veten në një formë më të dinjitetshme kur del në ekran. Dhe që do të thotë që sa veprime banale që nuk domethënë që do të mërzis në identifikoje tek njerëz të panjohur, domethënë janë akoma më të shëmtuara dhe kur i shef te njerëz si Luiz Eli. Ndoshta ashtu ka tipin. Ka shumë artistë që ne njohim nga eksperienca jonë me punën me ta, që kanë një profil shumë kur dalin në skenë duken si zotni dhe në jetën reale janë karagjoz, domethënë nuk ka ndonjë gjë. Është një sociolog që quhet Erving Goffman, ai thotë që njeriu është aktor, edhe aktor që i përshtatet roleve të ndryshme gjatë jetës. Po jo gjatë fazave të jetës, po edhe gjatë përditshmërisë. Domethënë unë sillem ndryshe me ty dhe do sillem ndryshe me partnerin tim, sillem ndryshe me komshien kur dal atje. Domethënë njeriu e gjast e përshtat veten në varësi të skenës dhe në varësi të rolit që është duke bërë. Në rast se ti qëndron në mënyrë konstante dhe nuk e kupton që je në një rol tjetër e në një skenë tjetër, atëherë ka disa probleme aty. Pamundësia për të përshtatur me rolet e ndryshme që të kërkohet është, nuk e di, nëse është e qëllimshme, ndoshta bëhet sepse i ka sjell sa të mira, por nëse është e paqëllimshme, atëherë nuk e di, ja do presim, do e shfaq sepse aty në Big Brother për ishte së vërtetës disa tregojnë vetveten, po disa dalin edhe nga vetja. Kështu që të shohim se cili rast është Luizi. Edhe emri i fundit është Erion Mustafaraj. Çfarë të thot ky emër? Është ai Beni ecën vet? Po. Imagjino, domethënë kalojnë vite të bësh karrierë dhe të identifikohesh vetëm me një rol. Fatkeqësi, a nuk është fatkeqësi? Jo, se di, ndoshta fatkeqësi është fjalë e rëndë. Si artistët dhe këngëtarët për një rol të madh, minimumi dhe për një hit të madh luftojnë. Kështu që ndoshta është dhe fatmirësi. Por në fakt isha pak i padrejt me atë fjalën fatkeqësi. Në fakt po ta mendosh pak më gjatë, është një fat i padrejt që ndjek në përgjithësi të shumicën e aktorëve fëmijë, të cilët kanë një sukses të jashtëzakonshëm dhe njeriu dhe audienca pret nga ata të mbeten fëmijë për jetë. Dhe në momentin kur ata arritën e kanë të vështirë që të gjejnë atë vendin e tyre pasi e kanë ndërtuar ndërkohë imazhin me rolin që kanë pasur si fëmijë. Domethënë kanë ndërtuar një rol të përjetshëm në një moment të përkohshëm. E bukur dhe kjo. Tani nga këto emra që unë të përmenda, cili sipas teje e meriton të quhet mashkulli më tërheqës i vitit? Dhe unë do të them pastaj se kush e ka fituar, në bazë të votave të ndjekësve të revistës Story.
Në ç'kuptim më tërheqës? Më tërheqës fizikisht, apo si personazh, apo si... Total, kur është tërheqës, njeriu është tërheqës. Dhe ti nuk pyet për çfarë më tërheq ky person. Apo jo? Po. Nga mendja, shpirti, fiziku, cili mendon ti se meriton këtë titull? Do të të njerë. Ma thuaj ti. Të të them fitusin. Pa. Atëherë, fitusi sipas sondazhit të revistës Story, sipas votuesve të revistës Story, është Donald Veshaj me 22.14%. Seksi. Po mirë, tani pyetja, po tani çfarë do bëj Donaldi me tani Donaldi fitues? Çfarë ndodh me Donaldi fitues? Asgjë, ai merr dhe një konfirmim se ai mbase e di dhe vet. Mbase se di dhe ja thot publiku. Domethënë praktikisht a ka të bëjë kjo me efektin që ka Big Brother në Shqipëri? Po ky është një diskutim që ka të bëjë me efektin që ka Big Brother, sepse Donaldi për hir të së vërtetë një vëmendje të shtuar kur hyrë në Big Brother. Madje dominoi edhe Romeo, se Romeo dukej më protagonist në fillim, vllai i Binjak. Ndoshta është për shkak të protagonizmit të tij në Big Brother, nuk e di. Ndoshta është për atë që ai është. Je dakord? Jam shumë dakord. Nuk kam ç'të them, Klodi, përveç faktit që më kujtua që kam një shok që vdes për Donaldin. Edhe ndonjëherë më duket pa kuptim, po aq tepër se ky shoku im ka një moshë të caktuar, nuk është realisht shumë i ri. Që do të thotë? Që do të thotë që është interesante që njerëzit të riqen ndaj njerëzve edhe për thjeshtësinë e tyre, jo vetëm për fizikun, ndoshta për pikërisht, unë këtë do thoya që zakonisht të titull e meritojnë si meshkujt edhe femrat. Andi Kanana na u bashkëngjit tani, se sapo e pash tek. Po edhe unë e pash. Andi do të ishte, me siguri duhet të ketë një profil pak më publik, sepse Andi është realisht një nga ato personazhet e pazakontë për Shqipërinë. Po nuk e dim pse Andi ri kështu pasiv. Për shkak të punëve që ka, angazhimit të tij. Doja të thoja që këtu është ideja e mashkullit edhe femrës më tërheqëse të vitit, që nuk ka rëndësi gjinia. Ata janë alfa. I pëlqejnë gjitha moshët, gjitha gjinit. Kupton. Këtu është diferenca. Pëlqimi është absolut. Ndaj meriton të titull. Donaldi. Kishte edhe të tjera afër, po për çështje përqindje pikësh të vogla i ka lënë pas Donaldi. Kalojmë tek femrat më tërheqëse të vitit. Je interesuar? Po. Okej. Alketa Vesiu. Okej. Elvana Gjata, Olta Gixhari, Valbona Selimllari, Bora Zemani, Beatrix Ramosaj, Beniada Nishani, Liberta Spahiu, Jonida Maliqi, Adriana Matoshi dhe Cindy Marina. Okay. Ku të ngeli mendja, të cili emër? Nuk e di, do ngjaj shumë i vjetër, po të them. Vetëm Jonida Maliqi sikur më ngeci pak më shumë se 2 sekonda pas. Pse të pëlqen Jonida? Mbaj mend në ka qenë një moment kur punoja në gazetën Shekulli dhe kanë pa, domethënë përgjithsisht shumica këngëtarëve kishin rreth vetes edhe Upo dhe Elvana. Elvana është interesante për një arsye tjetër. Për të kundërtën e kësaj që po them. Edhe siç kishte zakonisht këta artistët i dorëzonin nëpër redaksitë e gazetave lajmet rreth vetes. Okay, sepse ishte duke qenë se jetojnë në një botë të ashpër biznesi,
apo showbizit, është pjesë e punës edhe kjo promovimi i vetes. Po ndonjëherë bëhen qesharak dhe nuk ka të bëj a janë ata apo jo qesharak, po ndonjëherë personazhet që i këshillojnë i bëjnë gati i kthejnë në qesharak. Dhe mbaj mend ka qenë një lajm që na e kanë sjell, që ka qenë një lajm për se si Jonida kishte filluar të përdorte një mikrofon të artë, që literalisht ishte i shtrenjtë sepse kishte përbërje, kishte gurë të çmuar edhe pretendon, po, edhe po mënyra se si ne botuam pasaj, unë isha redaktori atyre faqeve, ishte në një mënyrë pak cinike, po cinike sepse vetë veprimi ishte pak cinik, domethënë i bie që ti të thuash, shiko mikrofonin tim me gurë të çmuar në një vend si Shqipëria me kaq shumë sfida, edhe mbaj mend pastaj për sikletin që mu desh të përballesha disa javë të tëra. Edhe pse vajza e pronarit në gazetë ishte dashamirëse dhe ishte korekte edhe e përshëndes, që është Besa Kogdino. Po e mbaj mend për këtë, edhe megjithatë përveç kësaj mendoj që është një këngëtare shumë e mirë. Elvana tani është interesante për faktin që unë nuk i kam parë asnjëherë një intervistë. Ndryshe nga shumë këngëtarë që e kërkojnë prezencën në media sepse i kanë pjesë të punës, Elvana është e kundërta. Domethënë Elvana është jo vetëm ka këtë sjelljen alergjike ndaj medias, por e ka në një farë mënyrë, e ka pjesë të natyrës së saj tashmë. Dhe çuditërisht i funksionon ndoshta shumë më mirë se sa të tjerave që duan të jenë prezente në media. Nuk di a është i saktë ky konstatim. Është deri diku po. Domethënë ti veçove Jonida Maliqin dhe Elvana Gjatën. I njoh të mirë ato personazhet e Big Brotherit, ë? Atëherë unë po të them që sondazhin e ka fituar Bora Zemani me 30% të votave të publikut, të lexuesve të revistatorit. Je dakord? Po, sepse po, është një personazh që pa diskutim ka tërhequr vëmendjen momentalisht, është aftë të tërheqë vëmendjen e njerëzve. Se ç'bën, se ç'nuk bën, ajo është çështje tjetër. Olta Gixhari, që është aktore e njohur, është momentalisht në fakt është votuar vetëm 2.58%. Nuk e di pse. Po ndoshta sepse Olta i përqaset publikut shqiptar jo nën petkat e një gruaje të bukur, sensuale, seksi, por në petkat e një profesioniste, gjë që mund të jetë shumë e huaj si karakteristik për shumë njerëz që nga personazhet e njohura kanë ca pritshmëri të tjera. Për Valbona Selimllarin, çfarë mendon? Valbona Selimllari 4.88%. Çfarë mendon për nisin e parë? Mbaj mend sa shumë jam gëzuar kur ka fituar Valbona. Unë mund të kem qenë 9 vjeç, kur ka qenë 91? Mos ka qenë dashuria jote e parë? Po ka unë si Valbona Selimllari ka qenë dashuria ime e parë. Platonike. Platonike, sigurisht. E ka një tendencë të meshkujt gay për të qenë të fiksuar pas disa grave që kanë disa karakteristika të caktuara. Valbona Selimllari është unë vazhdoj ta shikoj me ëndje edhe pse ndonjëherë më shgënjen kur flet, po ndonjëherë fillimet kur duhet të fliste gjatë e përjetoja me ankth, sepse doja që të mos dilte keq. Sepse më pëlqente shumë, e idealizoja imazhin e Valbonës. Ishte biseda më e bukur që kemi bërë.
Dhe në një farë mënyre më kujton fëmijërinë time, Valbora. Fëmijërinë tënde që ka qenë? Ka qenë po gadet. Jo, mos na e trego tani se do Të flasim tani. flasim një herë tjetër. Kalojmë te kërcimtari dhe kërcimtarja e vitit. Krisi, unë nuk e di në çfarë ore hyn fiks, çfarë minutazhi, se një orë zgjat live në Instagram. Kjo është E fiksoj kemi edhe 10 minuta, 10-12 minuta. Kaq pak kemi? Ua, po duhet Tani koreografët e balerinët, a janë ata Enada dhe Gert? Ajo i ngatrova. Jo, jemi te kërcimtarët, pastaj do kalojmë tek koreografët. Nuk besoj se një kërcimtarët. Nuk kemi pak për të komentuar dhe do i bjem shumë shkurt. Kemi kërcimtarët e vitit, Kledi Kadiu, Andeta Toromani, Claudia Pepa, Isida Mullaumeri, Lediana Galliaj, Dion Gjinika, Graciano Tagani, Eltion Merja. Sondazhi është bërë bazuar edhe në një performancë të caktuar që ato të nominuarit kanë shkëlqyer këtë vit ose çfarë do të them? Është shumë e trish Claudia Pepa, po. Më thot dikush Claudia Pepa, po. E di çfarë të thoja unë dhe do e mbyllim këtu. Shumë e trishtueshme që në botën e baletit, në përgjithësi në botën e artit, nuk kemi akoma në Shqipëri një personazh LGBT që të ketë bërë coming out. Kjo do të thotë më shumë se sa për karakterin e individëve, tregon për natyrën e vrasht të asaj bote ku ata janë të detyruar të operojnë. Edhe është thjesht e trisht. E di, je kurioze kush e ka fituar këtë kategori sondazhin? Kledi Kadiu me 38.69% të votave. Dhe kërcimtarët po. Se kemi dhe çiftet që të mos harojnë. Vetëm më shiko pak minutazhin se na i mbyll Instagrami live-in se dua që ta ruaj. Koreografi Eno Peçi, Enada Hoxha Gerdvaso, Ola Hasani, Zdalin Gorani, Angelin Prelocaj. Gara më fort ka qenë mes dy çifteve që janë edhe partner në jetë, Enada Hoxha Gerdvaso, Ola Hasani, Zdalin Gorani. Kanë fituar çifti Enada dhe Gerti me 39.79% të votave, duke lënë pas çiftin tjetër me 38.33% të votave, domethënë me një përqindje shumë të ulët. Çfarë ndjesie ke ose kur dëgjon një çift që është edhe partner në jetë dhe partner në skenë, si Nada dhe Gerti? Them se në disa profesione kjo është edhe kështu për efekt profesionit, sepse u është dashur të kalojnë shumë kohë bashkë, po ajo që më bëri përshtypje te kjo kategori është ky rivaliteti i përjetshëm mes këtyre dy çifteve. Sa i forti. Po, tani që po e mendoj dhe unë. Një rivalitet i jetuar në mënyrë të heshtur e njëkohësisht edhe publik. Se mund të jenë pak a shumë dhe një brezë dhe është ndjerë më shumë ai rivaliteti. Edhe pioner në fushën e tyre, si thua. Krisi, më pak minutat, edhe sa minuta kemi të lutem? Edhe 7 minuta. Po. Që nëse është e mundur ta mbyllim dhe të hapim një tjetër, nëse si e dalim dot. Si thua? Komentojmë dhe çiftin VIP i vitit. Viktor Zhusi, Margarita Plesti, janë një çift që i kemi zbuluar dhe i kemi publikuar ne për herë të parë në kopertinën e revistës Story dhe ndaj kemi bërë pjesë të sondazhit. Timo Floko, Vera Grabocka, Elhaj Dadani, Lediana Galliaj, Ilir Shaqiri, Emanuela Morini, Getuar Selimi, Marina Vjoca, Bora Zemani, Donald Beshaj, Ledri Vula, Sara Hoxha, Arbana Osmani, Eduard Grishaj, Klea Huta, Elgit Doda, Angel Shkira, DJ Dax, Sara Berisha, DJ PM, Dafina Zeqiri, DJ Geek, Graciano Tagani, Argjira Spansa, Filorita Raci, Fifi, Adis Patushi, Almeda Abazi, Tolga Han dhe Clinton Zeqiraj e Katerina Dubenik. Dhe ka fituar Clinton Zeqiraj me Katerinën. I ra shkurt.
është balerin apo? Është balerin dhe momentalisht është moderator të Stop, të programi investim. Se ka fituar Clintoni? Është votuar. Okej. Okej, tani cili nga këto çifte të bëri më shumë përshtypje që mund ta komentosh? Viktor Xhusti është shumë interesant. Shumë interesant. Beson se dashuria në moshën 80 vjeçare? Ne besojmë për ta e kemi ka pasion. Pasioni është gati si një dënim i përjetshëm i njeriu. Mund të ketë flutra në bark edhe në atë moshë? Patjetër. Që edhe po problemi është që ndoshta në atë moshë në rast se nuk gjen mënyrën e dur për ta jetuar apo një mënyrë realiste për ta jetuar, kthehet në mallkim, se nuk e shmang dot. Nuk e shmang dot dhe në të njëjtën kohë shumë vet nuk e jetojnë dot. Nuk mund të ketë mallkim më të madh se sa kjo. Kështu që është për të përshëndetur Viktor Xhusti kur gjen balancën e dur për të jetuar jetën e tij. Ky çifti fundit që është më i riu që është krijuar në sytë e publikut është Elajda Dani, Lediana Galliaj. Çfarë mendimi ke për këtë çift? Po këto dhe shiko pak këto ditë e kam ndjer nga larg këto titujt rreth Elhajdës pa hyrë në detaje dhe di që domethënë është një dashuri e krijuar në atë spektaklin ku kanë marrë pjesë apo jo? Po. Nëse është kështu, atëherë për të përshëndetur Elajda është shumë e guximshme të bëhet. Edhe pse jemi 2023, mendoj që prapë është e guximshme për një vend si Shqipëria. Të jetosh dashurinë ta jetosh dashurinë në disa faza të saj në sytë e publikut. Beson se do ketë martesë? Unë nuk e shikoj martesën si kurorzimin më të mirë të dashurisë. Inshallah nuk ka martesë. Ndërsa tek kategoria sportiste e vitit është shpallur fitues Granit Xhaka me 46.53%. Një koment të shkurtër dhe ta mbyllim që ta ruajmë të. Kjo, shumë seksiste se meritonte Luiza Gega për shkak për këtë. Po Gega patjetër që është në nominim dhe Luiza Gega ka fituar ka arritur të grumbullojë 19.48% të. Po shqiptarët duhen, domethënë, shqiptarët votojnë më kollaj për një burr që nxjerr organin, domethënë bën shenjë te organi gjenital kundër serbëve, është kulmi i maskilitetit edhe nacionalizmit, i bën njerëzit në Shqipëri të shkrihen dhe nuk votojnë dot për një grua që ka fituar një çmim të rëndësishëm për. Kristi, mirë, të dua shumë, po e mbyllim. Më ke kënaqur sot me këto komentet. Të uroj shëndet dhe gëzuar. Qofshi lumtur për vetëm të mira pas. U kënaqem apo jo? Po, me të vërtet videon do e kesh shikohet se o ta postoj tani. Pafshim. Okay. Ta.